Tre policë nga Tetova janë sulmuar fizikisht gjatë mbrëmjes së djeshme gjatë legjitimit të dy tetovarëve. Siç njofton Ministria e Punëve të Brendshme, rreth orës 2 pas mesnatë në rrugën Blagoja Toska në Tetov. Policët nga stacioni policor në Tetov fizikisht janë sulmuar nga personat MM 26 vjeç dhe IA 28 vjeç, të cilët janë të njohur për kryerjen e më shumë veprave penale. Zyrtarët policor kur i kanë parë personat janë legjitimuar dhe kanë kërkuar që edhe ata të bëjnë të njëjtën edhe të nxjerrin gjithçka që kanë prej xhepave të tyre. Më pas, MM ka filluar të bërtasë dhe fizikisht ka sulmuar njërin policë në pjesën e gjoksit. Pasi kanë reaguar edhe dy zyrtarë të tjerë policor, personat janë dorëzuar dhe janë shoqëruar në stacionin policor në Tetov për procedurë të mëtutjeshme. Nga Ministria për Punë të Brendshme po ndërmarrin masa për zbardhjen e plotë të rastit, njofton Ministria e Punëve të Brendshme përmes një kumtese me shkrim.